Trajner, e patët një pjesë të parë të mirë, mund të themi sidomos ato 5 minutat e fundit të çerekut të dytë, një seri prej 15-0 ku përmbysët gjithçka, pavarësisht që ishte në disavantazh prej 9 pikëve, e morët avantazhin, por trajner çereku i tretë. Vetëm 5 pikë të realizuara, 31 të pranuara, çka ndodhi në çerek të tretë dhe pse nuk po arrin lojtarët ndoshta të tregojnë një lojë më stabile? Jo, për lojë më stabile se sot më shumë nuk mundesh me 5 lojtar 40 minuta që luajnë. 5 pikë trajner çerek. Okej, mund ndodh, janë ekipet e Euroligës që kanë përfunduar me 2 pikë, nuk ka fundi i botës. Na sigurisht edhe na e bënë të njëjtën. Edhe Bashkimi pat vetëm 7 pikë në çerekun e dytë. 20 sekonda pa përfunduar, do thotë e dha një kosh edhe humbëm atë topën e fundit e kryen me 11, nuk është kjo kur gjë. Vetëse ra në farë mënyrë pak si humbëm si edhe vetë besimin. Edhe në duket që pak e dha më shumë se u desh në çerekun e dytë, edhe mane na u futëm një farë ngërçi, pastaj u zgjum prapë çerekun e katërt, edhe ishte më të mirë me 14-22, po nuk ishte e mjaftueshme, po jam i kënaqur. Sot asaj shtesës së lëndimeve u shtu edhe Ronda Syla, i cili ka një frakturë në shpatull, do thotë sot kena luajtur veç me lojtar. Po jam shumë i kënaqur edhe me lojën e Drilan Shalës, edhe të Erion Nixhës, domethënë na si klub jena të dhënë çdo ditë diçka të mirë e basketbollit të Kosovës. Edhe po më vjen shumë mirë që jam protagonist i sportit më të mirë edhe sportit më të bardhë që ekziston në Republikën e Kosovës. Apo do më pyet pse? Po të pyes pse? Okej. Unë mas pari jam shumë i kënaqur që unë bashkë me grupin tem, me stafin tem, që e kena kriju këtë ekip prej 2016-it, e kena dhënë basketbollit Kosovës një derbi qytetit, që na ka lakmiq do qytet që nuk e ka kërkush për 7 vjet. Edhe si vjet ndodhi që lun ekipi i parë me ekipin e fundit. Një ekip që lufton për titull dhe një ekip që lufton për mbijetesë. Edhe normalisht që fitoria na ka vit neve më shumë se ekipit të Bashkimit normalisht. Po kjo tregon që basketbolli është sport shumë i pastër, shumë sport me dignitet, bashkë me federatën, bashkë me njerëz të udhëheqin basketbollin, edhe unë edhe pse jam humps sot jam i gëzuar. Kjo për shkak se marr pjesë në sportin më të pastër. Derisa unë dikur kur kam qenë i pari, kam bën shumë ham njerëzit. Kështu që po vjen mirë që u kthy koha mbrapa, edhe kjo dëshmon edhe një herë, edhe jam shumë krenar edhe fatlum që i përkas të sportit. Kam dhënë më të mirën deri sot, jam të dhënë edhe akoma do ta jap edhe nesër. Edhe këta 3 gjithë sot që keni pa në parket për 2-3 vjet do të jenë emra në përfaqësuesin e Kosovës. Faleminderit shumë trajner. Suksese. Atëherë ishim me trajnerin Arnori Fati, kaq nga kjo ndeshje, Bashkimi arrin të fiton derbin e qytetit të Prizrenit. Ju vazhdojnë të qëndroni me programin e pasur sportiv të ardhshëm nga Unë Piana, natën e mirë.